Përshëndetje përsëri këtu nga zyra ime. Tani këta janë të pafytyrë, ndërkohë që të gjithë presin që Edi Rama t'japi dorëheqje bashkë me Belinda Ballukun se janë kapur duke vjedhur, këta vazhdojnë sikur s'ka ndodhur gjë. Edi Rama bën video nga zyra, nuk vjen në parlament dhe Belinda i shpërndan në rrjetet sociale. Tani shikoni, për pak nxjerrim tunelin, i thot drejtori Belindës. Do të thotë nxjerrim fituesin e tunelit. Po, prit t'i qoj fjallën atij që kërcënon me SMS. Qartësisht, flet për Ramën. Pret nga Edi Rama, që Edi Rama t'i japi okejin për shpalljen e fituesit. Ky është një skandal, pas të cilit nuk fshihet dot Edi Rama. Nuk thot dot e bëri Belinda me kokën e vet, sepse ekziston përgjimi ku ky ka thënë okej. Nuk mund të vazhdojnë të vjedhin dhe të bëjnë sikur s'ka ndodhur gjë. Kjo është e papranueshme. Duhet të ndalojnë të vinë t'japin llogari dhe t'i japin dorëheqje. Nuk mund të vazhdojnë të vjedhin qytetarët shqiptar sikur s'ka ndodhur gjë fare dhe aktas. Qytetarët shqiptar kanë harxuar të paktën 10 milionë euro më shumë si pasojë e manipulimit të këtij procesi të përzgjedhjes të fituesit të kompanisë që ndërtonte tunelin e Llogaras. Tani është e zezë në të bardhë. Nuk janë më akuza, nuk janë thashë theme, nuk janë insinuata, janë fakte. Tani ndërkohë që kanë dalë këto dokumenta, çfarë bëjmë në parlament aty? Për çfarë diskuton parlamenti? Për gjithçka, vetëm për 10 milionë euro që kanë mbledhur këta, duke përcaktuar të gjithë bashkë, duke përcaktuar fituesin e garës, për këtë ne nuk flasim. Flasim për bazë gjinore, flasim kush është grua e kush është burr, flasim jo do flas unë, jo do flas ti, jo më hoqe minutat, nuk flitet për thelbin, po na vjedhin. Kjo është e vërteta.